Gjykimi ndaj të pandehurës G.K. akuzuar për vjedhje të shërbimeve energjetike në vlerë 231 euro nuk ka arritur të mbahet në gjykatën e Prishtinës. G.K. nuk është paraqitur në seancë duke pamundsuar që të vazhdojë gjykimi për këtë rast. Sipas gjyqtarit Bujar Ahmeti, nuk ka dëshmi që akuzuara ka pranuar ftesën në mënyrë të rregullt. Sipas Ahmetit, nga fletkthesa tek pjesa e adresës shkruan që pala është shpërngulur. Konstatojmë se prezidenti është prokurori i shtetit Arian, Froka i vlerë përfaqësuese e autorizuar të dëmtues KC Malsore Berisha. Nga i pandehë të përcjellë gjykata nuk ka dëshmi se një të shtuar kodën në rregull. Gjithsesi nga ftesa për dorëzim personal është konstatuar pala e shpërngulur. Duke qenë se mungon në pandehë, si gjykata konstatojnë se nuk janë të cikuar të mbajtjen e seancës dhe gjykata merr vendim që seanca e sotme nuk do mbahet. G.K. akuzohet se në dhjetor të vitit 2023 ka bërë kyçje direkte në rrjetin elektrik, duke anashkaluar njësorin elektrik për të llogaritur energjinë e shpenzuar. Prokuroria pretendon se G.K. ka dëmtuar KC në vlerë prej 231 euro. Aktakuza për këtë rast është ngritur me datën 29 prill 2024.